Prej kur Lidhja Demokratike e Kosovës është deklaruar që janë të gatshëm për takime dhe që tashmë është paralajmëruar se takimi i radhës do të zhvillohet në formën e propozimit të emrave konkret lidhur me presidentin e ardhshëm, atëherë e kemi kuptuar menjëherë që kjo është një shansë e mirë dhe një mundësi e re. Prandaj konsideroj që ekziston një probabilitet goxha i madh që të kemi president dhe një marrëveshje për presidentin, meqense se kur do të takohen kryeministri Kurti me kryetarin Abdi Xhiku, mendoj që kjo do të jetë forma e diskutimit edhe forma e negocimit. Do të takohen përmes propozimit të emrave konkret dhe prej atyre emrave konkret unë besoj që njëri prej tyre do të jetë edhe presidenti apo presidentja e ardhshme e Republikës Kosovës. Mua më vjen keq që u humb java e kaluar, mendoj që nuk ishte nevojë, mirë po mirë kuptojmë këdo që ka pas nevojë për një kohë shtesë, sepse tek e fundit duhet ta kuptoni që kjo nuk është një çështje që thjesht. Partitë kanë nevojë që të vinë deri te emrat konkret, sa i përket asaj se cilët do të jenë përfundimtarët që do të propozohen, e pastaj të shkohet me gjetjen e një pajtueshmërie. Lëvizja vendose, unë vetëm po them që është gati. Kryeministri Kurti është gati, emrat i kemi, po nuk mund t'i ndaj këtu me juve. Më vjen keq sepse pastaj kjo do ta humbte kuptimin pastaj procesi negocimit. Edhe LDK-ja besoj që së shpejti do t'jetë gati, sepse javën e kaluar kryetari Abdi Xhiku tha që kjo javë do t'jetë java në të cilën ata do të takohen. Me sa kam marrë vesh në vetëvendosje, kryeministri Kurti ende nuk ka një ftesë apo një diskutim se cila do t'jetë dita e kësaj jave, po kështu e ka përdor gjuhën kryetari Abdi Xhiku, ka thënë këtë javë, prandaj ne jemi në pritje e sipërt që kjo të ndodhë. Dhe kur kjo të ndodhë, atëherë unë mendoj që do të jetë shumë afër marrëveshja për presidentin e Republikës Kosovës.